Haradinaj e patëm edhe një dëshim të radhës, cila do t'jenë veprime ndoshta pa të stashëputje. Janë ashtu veç ka për... Në shumë me u këthy kushtitutshmëria, pra me u këthy procesi I votimit I hapur. Sot provu me e reflektu këtë, me pa në shansën tjetër si me vepru, pa vërtet është situatë e vështirë, shihet se Kurti edhe kolegët e tij kanë da mendën me vështirësu jetën e Kosovës, me bo dhe markesë. Pra ja u ka dhënë mundësinë gjykata me u kthy në votim të hapur. Ata nuk e respektojnë dhe është një situatë e rëndë. Qëndruat pak më gjatë aty, a ke kjo si formë protestuese dhe a planifikoni të tilla dhe gjatë? Po naftojnë, po pastaj po bëjmë bllokum procesin. Kjo është shumë e habitshme. Parlamenti është I gjithëve, duhet me pa çfarë forme me vepru në tarmen, të thonë drejtën. Është situatë kështu e pa... A mund të ketë si aksione protestuese në këtë formë që duke qëndruar më gjatë? Po ne bëm disa mënyra të protestimit, ne e propozuam që më u kthy në kushtitutshmëri, më u kthy në votim të hapur. Njëkohësisht edhe bëm një reagim ashtu me zhurmë gjatë vazhdimit të procesi, duhet me pa në tarmen si me vepru. Por është një situatë tepër e rëndë për vendin. Ky e ka do mendën me bo ma keq në Kosovë, me vazhdu të keqen, është problem me këtë njeri. A do të vazhdoni të takoni me ta nëse e thirr? Unë jo, unë s'kam se me u taku se ai po bën lojë, ai po I shfrytëzon ato. Për shembull, shifne, ne këtu ishim seancë edhe erdhëm, e kërkuam një konsul para seancës për dje, ai qëndroi në sallë e nuk erë në takim të kryesuesi që është I partisë tij, të zoti Dehari. Aty shihet që ai se ka qëllimin me zgjidh problem, po vetëm e bo ma keq e ma keq. Faleminderit me jam.